Ju ftojmë të ndiqni programin Moment Vendimtar me Dr. David Jeremiah. Ky program shpall fjalën e pandryshueshme të Perëndisë tek individët dhe familjet që jetojnë në një botë që ndryshon çdo ditë. Dr. David Jeremiah është themeluesi i shërbesës ndërkombëtare radiofonike dhe televizive Moment Vendimtar. Në 4 dekada të mësimit të fjalës Perëndisë, Dr. Jeremiah ka shkruar shumë libra, ndër më të njohurit janë Çfarë po ndodh në botë, Armagedoni ekonomik që po vjen, Perëndia nuk të ka harruar. Të kuptojmë 66 librat e Biblës. Mësimi i shëndosh biblik është thelbi i shërbesës së Dr. David Jeremiah. Ndaj mos u misni asnjë nga programet e tij. I vendosur në një copë toke 15 hektarëshe në jug perëndim të Colorado Springsit, ndodhet një vend që quhet ADX Florence. Është burgu më i sigurt në Amerikë. Nëse do të ecnit nëpër korridoret e tij, do të shihnit kriminalët më të njohur, përfshirë edhe Zakarias Mosawi, i cili ishte organizatori i sulmeve të 11 shtatorit. Terry Nichols, i cili ndihmoi në planifikimin e bombave në qytetin e Oklahomës në 99-ën. James Marcello, bosi i famkeq i krimit në Chicago. El Chapo, mbreti meksikan i drogës, dhe deri kohët e fundit, Theodore Kaczynski, unabomberi, që u gjeti vdekur në qelinë e tij në 2023-shin. Superspioni Robert Hansen gjithashtu vdiq në qelinë e tij. Në fakt, nëse shkoni tek ai burg, zakonisht nuk do të dilni kurrë aty, zakonisht vdisni aty. Dënimet e njerëzve aty janë shumë të gjata. Çdo i burgosur mbahet në izolim të plot, me shumë pak ose as pak kohë jashtë qelisë. Qelit, siç mund ta shihni në ekran, janë 2 me 4 metra, me një stol dhe një tryezë të bërë nga beton i derdhur, një shtrat betoni me dyshek prej shkume dhe një tualet me një lavaman sipër. Ato janë të papërshkrueshme nga zëri dhe shumë kamera monitorojnë çdo të burgosur 24 orë në ditë. Ka një dritare të ngushtë që lejon të futet drita dhe ato janë të projektuara që të burgosurit mos e dinë se ku ndodhen në atë burg. Dhe ka diçka interesante. Nuk ka ndodhur kurrë ndonjë arratisje nga ADX Florence. Unë njoh vetëm një burg tjetër më të sigurt se burgu i sigurisë së lartë në Amerikë. I projektuar nga Perëndia i plotfuqishëm për agjentët më të këqinj të së keqes në univers, ai burg njihet si Pusi i Humnerës ose Humnera. Sipas zbulesës 20, një engjëll do të vijë nga qielli dhe gjoni e përshkruan atë, duke pasur çelësin e Humnerës dhe një zinxhir të madh në dorë. Ai e kapi dragojin, gjarprin e lashtë, që është djalli dhe Satani, dhe e lidhi për 1000 vjet, dhe e hodhi atë në Humner dhe mbylli atë, dhe vulosi mbi të që të mos i mashtroj më kombet, derisa të mbushen 1000 vjet. Një nga faktet më domethënëse për epokën e paqes që po vjen, për 1000 vjeçarin që po vjen, për këtë epokë të artë që po vjen, është mungesa e plot e Satanit gjatë gjithë kohës. Bota do të jetë e lirë nga Satani për 365.250 ditë, 1000 vite pa djallin. A më dëshmon njëri për këtë? Kur Satani të jetë i mbyllur në Humner, ndikimi i tij në tokë jo vetëm që do të paksohet, por nuk do të ekzistojë fare. Përfitoni një botë në cilën Satani nuk mund të manipulojë më drejtues dhe të tundojë mëkatarët, të përfitojë nga të dobtit dhe të korruptojë të fortët. Unë dua të dini 3 gjëra për këto 3 vargjet hyrëse të zbulesa 20. Së pari, le të marrim personin e djallit. Nuk do të gjeni një frazë tjetër në Bibël që ka përshkrim më të saktë të djallit se sa kjo frazë këtu. Dragojin, gjarprin e lashtë, që është djalli dhe Satani, zbulesa 20 vargu 2. Këtu kemi 4 emra, jo 4 individ të ndryshëm, por 4 emra për të njëjtin individ. Është një listë me emra që përçojnë një lloj ndjesie autoriteti, sikur kërkon që ti shpallësh përpara se ti futesh në burg. Çfarë fshihet pas këtyre 4 emrave? Shumë interesante. Së pari, Satani quhet Dragoi. Gjoni e referohet djallit si Dragoi. Kjo ndodhe dhe më herët te zbulesa 12.
Nëse lexojmë zbulesën 12, mësojmë që Gjoni sheh një dragua të madh të kuq, i cili kërkonte që ta vriste Mesian gjatë ardhjes së parë të Zotit ton, dhe ai do t'i dominojë ngjarjet edhe gjatë ardhjes së tij të dytë gjithashtu. Këtu te zbulesa 20, Gjoni identifikon versionin përfundimtar të dragojit. Ai thot se dragoi është Satani, se djalli është dragoi. Dhe pastaj Biblia e quan atë gjarpri i lashtë. Gjarpri i lashtë, kjo na çon pas drejtet e Zanafilla, kapitulli 3, kur gjarpri u shfaq në kopshtin e Edenit për të tunduar Evën dhe Adamin, që të dyshonin dhe të mos i bindeshin Perëndis. E dini, Satani mashtron duke keqcituar Biblën. Ai e përdori këtë edhe me Evën te kopshti dhe u përpoj që ta përdorte me Zotin tonë në shkretë të tjerë, siç thot dhe Mateo, kapitulli 4. Satani e përdor këtë në mënyrë të mprehtë për t'i nxjerrë gjërat nga konteksti për të mashtruar shumë njerëz. Satani zakonisht nuk e mohon shkrimin. Ai mashtron duke e përdorur shkrimin, duke i hequr ose shtuar shkrimit fjalët e tij. Ai e nxjerr shkrimin nga konteksti. Ai e përdor në një mënyrë që nuk ka qenë kurrë qëllim të përdoret. Për fat të keq, Satani e njeh shkrimin më mirë se shumica prej nesh, dhe ai nuk ka frikë që ta përdor. Ai e përdori mbi Adamin dhe Evën, ai e përdori mbi Zotin Jezus në shkretë të tjerë. Ai nuk ka ndryshuar asnjë nga strategjitë e tij, por ai vazhdon të përdor ato gjithmonë dhe her pas here. Gjoni na jep një titull të tretë për këtë individ të keq. Dragojin, gjarprin e lashtë që është djalli. Fjala shqipe për djall vjen nga fjala latinisht diabolus. Kuptimi kryesor i saj është ai që akuzon dhe shpif. Biblia na thot se djalli është ai që na akuzon. Ai shkon përpara Atit dhe thot gjëra të tilla si kjo. A e pe David Jeremian në tokë këtë javë se si e humbi toruan, se si ai u mërzit, se si ai e bëri këtë apo atë? Ai na përgojon, ai përpiqet që të shpif diçka përpara Perëndis që Perëndia nuk e pranon, dhe pastaj sigurisht ne kemi avokatin ton, Jezus Krishtin të drejtin, i cili është aty dhe është duke ndërmjetësuar për ne. Prandaj nuk kemi pse të shqetësohemi për këtë, por dua që të dini se ky është qëllimi i Satanit. Ai është shpifës. Shpifjet janë, thashë theme, që kanë të bëjnë me shpërndarjen e informacioneve të dëmshme për një person në mënyrë që të dëmtohet karakteri i tij. A keni jetuar ndonjëherë në ndonjë kontekst më përgojues se sa në ditët e sotme? Kudo ku kthejmë kokën, këto po ndodhin. Për çdo natë në televizor mund të gjejmë histori me shpifje, nëse duam të dëgjojmë të tilla. Kjo është saktësisht ajo që bën djalli, dhe pas gjithë shpifjeve fshihet ndikimi i djallit. Te Zanafilla 3, ai shpifi për Perëndin përpara Adamit dhe Evës dhe u tha atyre, Perëndia e di që nuk do të vdisni vërtet. Perëndia e di që ditën që do t'i hani, sytë tuaj do të hapen dhe do t'jeni në gjendje si Perëndia të njihni të mirën dhe të keqen. Me dinakëri, djalli thuri një prall për Perëndin me qëllimin që të nxinte reputacionin e Perëndis dhe ta portretizonte Zotin si dikë që është koprac dhe jo si dikë që është bujar. Që nga ajo ditë, gjithë shekujt në vazhdime, deri më sot, Satani ka gjetur kënaqësi duke i akuzuar fëmijët e Perëndis përpara fronit, duke treguar të meta tona, duke bërë akuza të rreme kundër nesh. Ai e bëri këtë me Jobin, e bëri këtë me Jozueun, ai e bëri këtë me gjithë familjen e besimtarëve te Zbulesa kapitulli 12. Ai na sulmon gjithmonë, por ai po bën një mashtrim të kotë, sepse ne jemi të mbuluar me gjakun e Jezusit. Ne jemi në gjakun e tij, ne jemi në mbrojtjen e Krishtit, dhe ai vazhdon të përpiqet, edhe pse nuk mund t'ja dalë dot. Ai është dragoji, ai është gjarpri i lashtë, ai është djalli, dhe fjala e fundit për të është një titull i fundit i famshëm. Ai është Satani. Ai e kapi dragojin, gjarprin e lashtë që është djalli dhe Satani. Dhe kjo fjalë vjen drejt për drejt nga fjala greke Satanas, që ka kuptimin kundërshtar. Miq, më dëgjoni pak. Satani nuk është miku juaj. Ai nuk po përpiqet t'ju ndihmojë të përmirësoheni. Ai po përpiqet që t'ju shkatrojë. Ai do që ju të vdisni. Qëllimi i tij përfundimtar për ju është vdekja juaj. Ai është kundërshtari juaj, dhe këtë kuptim ka fjala Satan, ka kuptimin kundërshtar. Dhe ky emër përdoret më shumë se 30 herë në Dhjatën e Re. Satani na tundon. Ai kërkon të përfitojë nga ne.
ai do të na pengoj, ai na nxit që të gënjejmë, ai na mashtron, ai përpiqet që të vjedh fjalën e Perëndis nga zemrat tona. Të gjitha këto i gjejmë në shkrim. Mund të themi me siguri se qëllimet e Satanit janë që të përdor dhe neutralizoj njerëzit e Perëndis. Nëse jeni të krishterë, Satani do të bëjë çdo gjë që mundet që t'ju bëjë që të pengoheni, që t'ju pengojë që t'jetoni jetën e krishterë. Ai ka dalë për të shkatruar kishën. Për këtë arsye ka kaj shumë kisha të ndara dhe me mosmarrveshje. Ai kërkon që të manipulojë martesën tuaj sepse ai e di që familja është guri i themelit të kulturës. Dhe nëse ai ju neutralizon familjen, ai ju ka neutralizuar fëmijët. Ai është këtu për të përpjekur t'i zërë vendin Perëndis. Nëse e arrin kësaj, ai do të bëjë atë që bën Antikrishti në fund të kohës, kur të ulet vetë si Perëndia në tempull dhe të kërkojë që njerëzit ta adhurojnë atë. Ku e filloi Satani? Ai e filloi pikërisht me këtë dredhi. Ai donte që të adhurojë, ai donte të ishte Perëndia, ai donte që adhurimi i Perëndis t'i drejtohej atij. Edhe sot Satani e vazhdon strategjinë e tij të përçarjes dhe i injekton helmin e dyshimit dhe të jo tolerancës, të urrëties dhe të xhelozisë. Prandaj, pjesa e parë e këtij pasazhi ishte kush është djalli? Dhe tani e dim se kush është ai. Por pjesa e dytë bën fjalë për burgun, në të cilin ai do të hidhet. Biblia thot, dhe pash një engjëll që zbriste nga qielli duke pasur çelësin e humnerës dhe një zinxhir të madh në dorë. Ai e kapi dragojin, gjarprin e lashtë, që është djalli dhe Satani, dhe e lidhi për 1000 vjet, dhe hodhi atë në humner dhe e mbylli atë dhe vulosi mbi të. Tani, termi humner, mund të duartrokisni për të, është diçka e mirë. Humnera është një fjalë që ka kuptimin një vend shumë i thellë. Ky është burgu i sigurisë së lartë i Perëndis. Dhe dua që të dini se as nga ky burg nuk mund të arratiset njeri. Nuk është ferri. Ferri është destinacioni përfundimtar i djallit. Por për 1000 vjet ai do të dëbohet nga toka dhe do të burgoset në këtë burg të mistershëm. Libri i Judës thot kështu: ai i ruajti me pranga të përjetshme në errësirë për gjyqin e ditës së madhe. Edhe engjëjt që nuk e ruajtën gjendjen e tyre të parë, po e lanë banimin e tyre. Juda 6. Kur engjëjt e ndoqën Satanin në rebelimin e tij, shumë prej tyre u hodhën në humner. Disa prej tyre janë të lirë dhe ndihmojnë Satanin në aktivitetin e tij. Për arsye që vetëm Perëndia i di, ai e ka lejuar djallin dhe disa prej frymërave të tij të këqija të sillen rrotull atmosferës së tokës. Por ai ka burgosur shumë prej tyre dhe ata janë në burg ndërsa flasim. Ju kujtohet kur Jezusi i dëboi demonët nga ai njeriu te Luka 8, dhe ata demon dolën dhe ju përgjëruan Jezusit në mënyrë të përsëritur që të mos i urdhëronte që të shkonin në humner. Ishte një vend që ata i friksoheshin, dhe gjatë borive të gjykimeve të zbulesa 9, ishte një engjëll të cilit ju dha çelësi për pusin e humnerës dhe të çlironte prej aty ata demon të ligj dhe të neveritshëm. Dhe gjatë mundimit të madh ata demon do të çlirohen. Një nga arsyet sepse mundimi i madh do të jetë një vend i tmerrshëm është për shkak se aktiviteti demoniak do të jetë në kulmin e tij. Demonët e ferrit do të çlirohen për të sjellë bashkë me ta gjykimin, urrëtitjen dhe vdekjen, që janë pjesë e periudhës 7 vjeçare. Prandaj Gjoni na thot te zbulesa 20 se djalli do të lidhet me zinxhir dhe ai nuk do të arratiset dot, që ai do të çohet në një burg të cilin nuk do ta shmang dot dhe do të qëndrojë në këtë burg çdo ditë të 1000 vjeçarit. Për këtë arsye quhet epoka e artë. Nuk ka djall. Haleluja. Dhe tani le të shohim jo vetëm djallin si individ dhe burgun e demonëve, por le të shohim pak edhe periudhën e çlirimit. Gjatë kësaj kohe, Gjoni thot se Satani nuk do t'i mashtroj më kombet derisa të mbushen 1000 vjet. A e dini se gjatë mbretërimit të Krishtit në 1000 vjeçar, gjatë epokës së artë, ne që jetojmë dhe qeverisim me Krishtin në tokë, do të çlirohemi nga tirania e Satanit? Çfarë ndryshimi do të ndodh kur tunduesit mos jetë më në gjendje të josh kombet? Do të jetë më mirë edhe se në kopshtin e Edenit, sepse në Eden Satani u lejua që t'i tundonte prindrit tanë të parë. Asgjë e tillë nuk do të mund të ndodhë në 1000 vjeçar. Kjo nuk do të thotë se nuk do të ketë më mëkat në tokë.
Më dëgjoni me kujdes. Ata që do t'jenë me trupa të vdekshëm sërish do të luftojnë me natyrën e tyre të rënë. Dhe gjendja e përjetshme e bekuar e qiellit të ri dhe e tokës së re nuk kanë ardhur ende. Por mendojeni kështu. Sot, unë dhe ju si të krishterë kemi 3 armiq. Këta armiq janë bota, mishi dhe djalli. Mendoni pak se sa ndryshe do t'jetë kur një prej këtyre të treve të mos jetë më, dhe ne nuk do të na ngacmojë më armiku ynë. Pali thot se djalli është perëndia e kësaj epoke dhe gjatë epokës së artë që po vjen, do ta humbas fuqinë e tij. Do të zhduket aftësia e tij për të zmadhuar tundimin seksual dhe tradhtinë bashkëshortore. Edhe pse mund të tundohemi, nuk do të na duhet të përballemi me joshjen e Satanit. Ne nuk do të kemi pse të luftojmë kundër shëshitjes si gruri nga projektet e tij të skeqjes, dhe as nuk do t'i mbush dot zemrat tona për të gënjur njëri tjetrin siç bëri Anania tek Veprat kapitulli 5. Ne do të mund ta falim njëri tjetrin sepse ne do të jemi të lirë nga planet e Satanit. Ai nuk do të mund të na përvidhet në çaste të papritura, të na rrëmbej fjalën nga zemrat tona ndërsa jemi duke dalë nga kisha të dielën. Ai nuk do t'i pengoj punëtorët e Perëndisë siç bëri tek 1 Thesalonikasve 2. Do të zhduket edhe aftësia e tij për të na goditur me katastrofa natyrore të shkaktuara nga demonët. Ne do të jemi të çliruar nga aftësia e tij për të penguar punën e Zotit në këtë planet. Ai nuk do të mund të krijojë trazira mes kombeve. Bibla na thot se në epokën që do të vijë, ne nuk do të mësojmë më për luftën. Lufta do të ketë marrë fund. Satani nuk do të shkaktojë më luftra. Dhe Bibla na thot se ai nuk do t'i shqetësojë më kombet. Ai nuk do të ketë mundësi ta bëjë këtë, ai do t'i dorëzohet pulsit të humnerës. Bibla na thot se Satani ishte vrasës që nga fillimi. Kur ai të mos jetë më, ne duhet të presim që vrasjet të jenë praktikisht jo ekzistente gjatë epokës së artë. Ai ka mëkatuar që nga fillimi, prandaj duhet të presim që epoka e artë të jetë pak më e drejtë dhe të ekspozojë një karakter që ne nuk e kemi parë për një kohë të gjatë. Satani është i mbushur me krenari. Mendoni që kur ai të mos jetë më, ne mund të jemi pak më të përulur. Sot djalli bën që shumë njerëz të humbasin arsyen dhe të bëjnë vullnetin e tij. Epoka e artë që po vjen do të jetë një kohë mençurie dhe përgjegjshmërie. Djalli gjen kënaqësi që fëmijët e Perëndisë t'i fusë në burg dhe t'i përndjek në çdo lloj mënyre. Unë duhet ju tregoj diçka që sërish e mësova këtë javë. Nëse nuk doni që të keni telashe, mos predikoni për djallin. Është e habitshme që ai ende ka këtë lloj fuqie që ka. Çfarë mund të na bëjë ai ne? Edhe kur po bëhemi gati që t'i paralajmërojmë njerëzit se kush është ai, dikush më ka pyetur një herë, pse njerëzit mendojnë se nuk mund ta kuptojnë librin e zbulesës dhe pse nuk e lexojnë atë? Se Satani i pengon që ta bëjnë. Sepse, më lejoni t'ju bëj këtë pyetje, nëse dikush ka shkruar një libër për një fund të tmerrshëm të jetës suaj, a do doni që dikush ta lexonte? Ai nuk do që dikush ta lexojë atë libër sepse tregon historinë e së ardhmes së tij. E gjitha kjo është një studim interesant për mua për një sër arsyesh. Së pari, e keni vënë re që satanizmi është duke u rritur? Revista Newsweek publikoi një artikull kryesor me titullin Satani po bëhet i nxehtë si ferri në kulturën e sotme amerikane. Autori mbulon tendencat kulturore për këtë revistë dhe shkruan: djalli është i pari dhe në qendër nëpër filma, në programe televizive, në podcaste dhe madje edhe në librat për fëmijë. E dini ajo që po ndodh me pjesëmarrjen në kishat tona është se ajo po bie. Shpirtërisht nuk jemi duke ecur para. Patëm një rritje të vogël gjatë Covidit, por sa po kaloi rreziku i Covidit, ne u kthyem jo në të njëjtin nivel pjesëmarrje si përpara Covidit, por në nivele më të ulta. Ne humbëm shumë antar të kishës gjatë Covidit, të cilët zbuluan se mund të shkojë në kishë përmes internetit dhe ata nuk do të kthehen kurrë në kishë. Ajo që ka ndodhur në këtë boshllëk të krijuar nga mungesa e krishtërimit që lëviz në drejtim të duhur, është se ky boshllëk është mbushur me disa gjëra të tilla satanike. Prandaj nëse vëzhgoni me kujdes, do ta vini re. Nëse hidhni syt përreth kur udhtoni, do të shihni kisha satanike dhe reklamojnë përpara kishës që ata janë kishë satanike.
Sado e frikshme që të jetë, mbani mend se mund të jemi vetëm 7 vjet larg nga çasti kur Perëndia ta hedh Satanin në humner dhe t'ja mbyll derën, dhe sot duhet na ngushëlloj fakti që e dim këtë të ardhme. Amen. Prandaj e dini që nuk duhet të bëhemi tepër të vetëdijshëm për djallin, por as nuk duhet që t'i heqim syt prej tij. Ne nuk mendojmë se mundja e Satanit është thjesht një ngjarje së ardhmes, sepse ai është i mundur tashmë. Thjesht po presim që të zbatohet dënimi i tij, por ndërkohë ai është shumë aktiv. Pse është aktiv? Sepse di që koha e tij është e shkurtër. Gjykimi i tij po afron. Satani është mundur, por ende nuk është dëbuar dhe hedhur në humner. Prandaj qëndroni vigjilent, keni kujdes nga armiku juaj i madh djalli, sepse ai sillet rreth e qark si një luan vrumbullues, duke kërkuar cilin mund të përpijë. Satani kërkon që t'ju përpijë, ai kërkon të më përpijë edhe mua, por mbi të gjitha ai kërkon që të përpijë ndikimin tuaj, që t'ju nxjerr nga loja, në mënyrë që ju të mos jeni më pjesëmarrës aktiv, dhe ai këtë po e bën gjithmonë pa pushim e pa pushim, po e bën gati çdo javë rregullisht. Por nuk duhet të bëjmë vetëm këtë, duhet të qëndrojmë të sigurt në Zotin. Mbani mend që Bibla thot ai që është në ju është më i madh se ai që është në botë. Me fjalë të tjera, ai që jeton në ju është më i madh se Satani. Në fakt, më lejoni t'ju tregoj diçka miq. Satani nuk është as në universin e Perëndisë. Ai nuk e ka vendin në të njëjtën fjali me Perëndin. Ai nuk mund të krahasohet me Perëndin. Perëndia është pafundësisht më i madh se Satani. Satani mund të jetë i fuqishëm, por fuqia e tij nuk është asgjë, dhe kur Perëndia e mendon të nevojshme që ai të largohet, ai do të jetë larguar për 1000 vjet me një fjalë. Dhe pastaj kur të kenë përfunduar 1000 vitet, ai do të hidhet në liçenin e zjarrit dhe dënimi i tij do të jetë përfundimtar. Ka qenë një mjek që ka shkruar një libër me titull Perëndia yt është shumë i vogël, dhe një shkrimtar shkruan duhet shkruhet një libër tjetër me titull Djalli yt është shumë i madh. Ndërkohë që ju them që të keni kujdes prej tij, ai nuk përbën kërcënim për shpëtimin tuaj apo për Perëndin tuaj. Kur ju e vendosni djallin në vendin që i takon, ju vishni armatimin e Perëndisë, Efesianëve 6. Qëndroni në vend dhe nuk keni pse të shqetësoheni. Steve Brown na tregon një histori për një djalë të ri, i cili kishte probleme me një mujshar në lagjen e tij. Dhe një ditë, ky mujshar u fut në kopshtin e djalit dhe djali ishte i tmerruar. Pas disa çastesh plot tension, djali vendosi që nuk do të duronte më dhe vendosi që të përballej drejt për drejt me mujsharin. Prandaj me guxim shkoi drejt tij dhe për habin e tij, mujshari duke i friksuar dhe filloi të dridhej. Dhe djali u ndje i fuqishëm dhe mendoi me vete, "Wow, duhet jem vërtet i fortë, duhet jem vërtet trim." Dhe pastaj ktheu kokën dhe pa babain e tij, teksa qëndronte në verandë pas tij. Dhe dua që të dini se kur Satani vjen tek ju, ati juaj po qëndron në verandë pas jush. Ne nuk e luftojmë Satanin vetëm. Ne kemi Atin, Birin dhe Frymën e Shenjtë dhe këtë premtim që thot asnjë tundim nuk ju ka gjetur juve, përveç se tundimit njerëzor, por Perëndia është besnik dhe nuk do të lejoj që t'ju tundojnë përtej fuqive tuaja, por me tundimin do t'ju jap dhe rrugdalje që ju të mund ta përballoni. Prandaj mos e jani vërdall të friksuar nga Satani. Nuk keni pse të keni frikë prej tij. Ju duhet jeni të vetëdijshëm për të. Ju duhet keni njohuri për të. Mos e lejoni që ta fus fytyrën e tij të shëmtuar në jetën tuaj. Mos e lejoni këtë. Satani nuk është gjë tjetër veçse një falsifikator. Vetëm kaq është, miqtë mi. Sepse Satani nuk ka një plan të tij. Jezusi është drita e botës, prandaj Satani do që të jetë një engjëll i dritës. Jezusi është mbret mbi mbretër, prandaj Satani është mbret mbi bijtë e krenarisë. Jezusi është princi i paqes, Satani është princi i kësaj bote, princi i fuqisë së ajrit. Jezusi është Zoti, Perëndia im. Satani është perëndia e kësaj epoke. Jezusi është luani i fisit të Judës, Satani është një luan vrumbullues duke kërkuar se cilin mund të përpijë. Për sa i përket Satanit, unë mund t'ju them këtë. Ai nuk ka patur një plan origjinal që nga Zanafilla 3. Ai thjesht u kthehet të njëjtave tundime të epshit të mishit, epshit të syrit dhe krenarisë së jetës.
Kjo është ajo që bëri me Adamin dhe Evën, kjo është ajo që bëri me Jezusin në shkretë të tjerë dhe me këto po na sulmon edhe ne. Pra, Biblia na thotë se nuk duhet jemi të paditur për strategjinë e Satanit. Prandaj po e predikoj këtë mesazh. Jini vigjilent, qëndroni kundër tij, vishni armatimin e Perëndis. Përdorni fjalën e Perëndis për ta mundur atë dhe mos kini frikë. Nuk keni pse të keni frikë. Perëndia të cilit i shërbeni është krijuesi i universit. Mendoj se ai mund ta përballojë Satanin. Faleminderit që ishit me mua sot në moment vendimtar. Sa më shumë që e studiojmë fjalën e Perëndis, aq më shumë e kuptojmë që Perëndia ynë i dashur dëshiron të ketë një marrëdhënie personale me gjithë secilin prej nesh. Nëse ju do doni që të filloni një marrëdhënie me të, hapi i parë është që të pendoheni për mëkatin tuaj dhe t'i kërkoni Jezus Krishtit që të bëhet Zoti dhe shpëtimtari juaj. Sapo ta merrni këtë vendim për të pranuar dhuratën e Perëndis për shpëtimin, do të fillojë udhëtimi juaj me Perëndin si një krijesë e re në Krishtin. Nëse sot e keni marrë këtë hap besimi, ju inkurajoj që ta ndani vendimin tuaj me të krishterë të tjerë në një shërbes të besueshme apo te një kishë zonës dhe që të vazhdoni të rriteni në besimin e sapo gjetur. Perëndia ju bekoft, ndërsa filloni ecjen tuaj me Perëndin. Pres me padurim që të shihemi herën tjetër këtu në Moment Vendimtar. Ndoqët programin Moment Vendimtar me Dr. David Jeremiah. Rikthehemi sërish tek ju javën e ardhshme me një tjetër mesazh për fuqinë e jashtëzakonshme të fjalës së Perëndis, që ndryshon jetën tona përgjithmonë. Deri atëherë, miru dëgjofshim.